Në fakt të gjitha janë me profil të lartë, po shumica janë me bagazh të madh në karrierë. E fundit që kam realizuar është Luljeta Pula, jeta e saj, figura e saj që na ka inspiruar neve si vajza të reja, ka ardhur në këtë rrëfim do thotë prej fëmijërisë edhe deri në ditët e sotme. Është figura e Shukri Ramadanit, jo vetëm si bashkëshorte e herojit Agim Ramadani, po edhe të rolit saj si diplomate, po edhe në rrethana të periudhës para luftës, edhe pas luftës. E kem Edi Shukriun që fatkeqësisht nuk është në mesin e të gjallëve, po mu vjen mirë që rrëfimi i saj, prania e saj është edhe sot, edhe në këtë panajër. Pastaj e kam Ornela Vopsin, shkrimtaren e Shqipërisë që është e përkthyme në mbi 22 gjuhë të huaja. Jeta e saj është me kohën e regjimit Enver Hoxhës, pastaj kalimi në migrim, edhe aty është ai rrëfimi i saj që sfidat për me depërtu edhe në botën perëndimore që është një luftë drejt imazhit dhe ndërtimit të saj që Ornela sot është një figurë shumë e respektuar jo vetëm në letërsi, po edhe në pikturë dhe në fotografi. Pastaj kam Edita Tahirin, që edhe te rrëfimi i saj tregohet pasojat e periudhës së komunizmit mes Kosovës dhe Shqipërisë. Është Saranda Bogujevci, që është dëshmi më e freskëta ndoshta prej periudhës së luftës si figurë që i ka mbjetu masakrave, luftës, dhe është një grua sot që kur ka qenë vajzë e re do të thotë ka përjetuar tmerrin duke i humbur një numër të madh të anëtarëve të familjes. E kam Ferdezën, Ferdezja është farmaciste që ndoshta mund me qenë kjo ajo piknisja pse ka nis, se Ferdezja nuk është në këtë profilin si folëm këto gratë e mahershme, po të ajo e kom pa se sa është fuqia e gruas për me rezistu në rrethana të ndryshme. E kam Branka Petrić, bashkëshortën e Bekim Femiu, që jam shumë e lumtur që e kam edhe rrëfimin e saj si partnere një prej burrave më të famshëm shqiptar. Do thotë kjo është pak a shumë përmbajtja e librit që është përfshirë në rebelim dhe